Një nga atraksionet turistike më të vizituara, Kalaja e Shkodrës vjen të tërheqë turist nga e gjithë bota në çdo periudhë të vitit. Kësaj here vizitorët më të shumt ishin nga Izraeli. Vi nga Izraeli është hera e parë, por jo e fundit që vi në Shqipëri. Nga këtu kam organizuar një grup që do ta sjell këtu. Kemi qenë në Tiranë, Kruj, tani jemi këtu. Kruja. Like Israel. Njësoj si në Izrael, njerëzit janë shumë miqësor. E vlerësojmë shumë sepse për ne nuk është thjesht që në shtetet e tjera na paraqikojnë, ndërsa këtu na kanë mikpritur. As a country. I see the shoh potencial për këtë vend. Ka kaq shumë sipërfaqe ujë të ëmbël, të cilin ne nuk e kemi, është e mrekullueshme, ushqimi është shumë i mirë, mendoj se ju duhen edhe pak vite për të avancuar, por keni shumë potencial. Very nice, yeah. Pamja është fantastike, njerëzit janë shumë të mirë, nesër kam ftuar motrën time të vinë nga Izraeli, çdo gjë është e bukur dhe madje asgjë nuk kushton shtrenjtë këtu. Por nuk mungojnë as turistët nga Gjermania. We started in Tirana. Kemi nisur udhëtimin nga Tirana, më pas jemi ndalur në Durrës për të parë detin, por deti këtu na pëlqeu më shumë. Është mbreslënse, sepse nuk kishim parë vende të tilla më herët. Ushqimi është shumë i mirë dhe njerëzit janë shumë mikpritës. Për çdo nevojë që kemi pasur, njerëzit këtu na kanë ndihmuar. We never saw something like this before. Janë më mirë turistë, të cilët përmes programeve të ndryshme promovuese, por edhe rrjeteve sociale janë njohur me qytetin e Shkodrës dhe Kalan Rozafa. Fluksi i vizitorëve pritet të rritet gjatë kësaj periudhe, ku kushtet e motit favorizojnë më së shumti turistët.